Demokratike i shtohet një deputet më shumë dhe se atë krahin e Marta se fiton kur më nëse është e bashkuar. A do kërkoj Partia Demokratike një mirëditë në kufit e saj natyral? Partia Demokratike beson se mirëdita në të gjithë shtrirën e saj duhet të jetë një entitet i qeverisjes vendore. Dhe e ka deklaruar këtë. Por Edi Rama do përdor mandatet e tij të krimit kundër këtij projektit Partisë Demokratike. Ai mbetet për të zbatuar në rastin e parë nga qeveria e ardhshme e Partisë Demokratike. Dali Përgashi, mediat në Kosovë po ngren alarmin se grupe të lidhura me Ramën po investojnë në ndërtim në Kosovë, pra ka dyshime që po ndërtohet një skem pastrimi parash si në Tiranë. Sa do të dëmtonte kjo Kosovë në raport me integrimin dhe mbi të gjitha me Serbinë, që me argumenti se Kosova po bëhet narkoshtet që në rrezikon dhe mund të ndërmarr akte? Në mënyrë të përsëritur ne kemi deklaruar se narkoshteti shqiptar i Edi Ramës përbën rrezik të madh për sigurinë e rajonit dhe të Europës. Siç e shihni ju, me shpejtësi marrëmendse në mediat e botës po ka shpërthyer dhe po rritet denoncimi i mafjes shqiptare si mafja ndërkombëtare më e rrezikshme e planetit, sepse ajo është eksportuesi kryesor i kanabisit në Europë dhe është transportuesi kryesor i kokainës nga Amerika Latine në Europë. Ajo vazhdon të kërkojë tregje të tjera. Në këtë kontekst është jashtëzakonisht e rëndësishme që Kosova të marrë çdo mas për të prerë tentakulat mafioze të Tiranës në territorin e saj, për të mbajtur respektuar ligjin dhe shtetin ligjor. Dhe unë kam besim se autoritetet e Kosovës do të dinë të